Rikthehemi në studio për të biseduar se në një botë ku realiteti shpesh është i ashpër dhe lajmet na mbingarkojnë me pasiguri, libri më i ri i autorit Azren Çeliko për allorët vjen si një udhtim i butë, por i thellë drejt shpirtit të njeriut. Me një gjuhë të ndjeshme, simbolika shumë të forta dhe personazhe që janë më shumë se fiktiv, ata janë pasqyrë e brendshme. Për allorët është një ftesë për të reflektuar, për të ndjerë dhe për të kujtuar se brenda secilit prej nesh jeton një botë që meriton të dëgjohet. Sot në ritmin e ditës ndajmë së bashku udhtimin me autorin. Në studion kam edhe Azren Çeliko dhe një koleg i dashur. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që pranove ftesën të jesh në studio bashkë me ne. Faleminderit Valbona, sidomos për këtë hyrje dhe këtë përshkrim të bukur që e bëre për veprën më të re që kam botuar. Është kënaqësi të jem prapë në hapësirat e studios në MRT, këtu te ne. Dhe besoj që edhe këtë herë do të kenë mundësinë fëmijët që të informohen, po edhe prindërit, për të hulumtuar gjërat e reja të cilat i kemi sjellur për ato. Unë jam shumë e lumtur që do të flasim për diçka të re, një libër apo themi vëllim, dy vëllime të reja. Mirë po, do të fillimisht do Azren të di se si janë mëngjeset e tua. Janë të ngarkuara me shumë obligime, tani thash që ke edhe një obligim shtesë. Si janë mëngjeset e tua? Është diçka shumë interesante, pasi që unë zgjohem shumë herët, do me thonë ndiku në 6, ndonjëherë edhe 5 më kap, nuk është diçka e zakonshme, por shpesh herë ky është mëngjesi im, është i qetë, është ende pa filluar njerëzit lëvizin, të shkojnë në punë, rri aty me kafen time, mendoj, meditoj dhe shikoj rrugët e lagjes, pra parqet e lagjes, mëngjesin e bukur, heshtjen e bukur, e kështu me radhë. Dhe jam shumë e sigurt që në ato mëngjese do vini idetë më kreative tek çdo njëri nga ne. Është shumë e vërtetë. Kur mendimet janë më të qeta, atëherë mund të mendojmë pak më zgjuar, kështu të them me një fjalë. Edhe më shumë bile kur ngrihesh në 5 të mëngjesit, thonë që truri është më aktiv në atë kohë, ose më sakt 15 minuta para se ti hapësh sytë. Por kjo zgjat, të themi 1 orë, 2 orë, e ke trurin të freskët dhe mund të vërtet të hulumtosh, të mendosh dhe të futesh në imagjinat, apo edhe në konceptet që të flenë në shpirt dhe në mendje. Azren, më fillimisht dua të di se si linde ideja për të shkruar për allorët. Ka qenë një inspirim i papritur apo diçka që e ke planifikuar për një kohë të gjatë? Është një pyetje shumë interesante, sepse më duket se është pak nga të dyja, por më shumë e mbështet ajo që është bluar një kohë më të gjatë e gjithë kjo. Sidomos do përmendja që për allorët kanë dalë nga projekti që e kam realizuar në MTV, këtu te ne në TVM2, pra bota e përrallave, por nuk ka të bëj me përkthimet dhe tekstet e projektit që kam pasur këtu. Këto janë tekste të riimagjinuara, krejtësisht është diçka ndryshe, por frymën, inspirimin ma ka dhënë vetë puna që e kam bërë këtu në televizion me fëmijët, pasi që ishte një punë 1 vjeçare, shumë e gjatë, dhe mbaj mend se kam qenë prezent të kostumet, në skenografi, në regji, në përkthim, do me thënë gjithkund kam qenë aktiv dhe prezent për ta realizuar gjithë këtë, dhe gjatë gjithë atij procesi shiko fëmijët se si aktrojnë, se si si komunikojnë me mua, si duam të gjithë ta bëjmë një punë kaq të bukur bashkarisht, njëkohësisht njihesh edhe me personazhet, ndoshta personazhe të tjera, të cilat ndoshta edhe nuk i ke hasur më herët, edhe pse bëhet fjalë për pralla që pak a shumë disa janë të njohura për publikun, por disa të tjera edhe jo. Konkretisht kishte të bëjë me prallat e vëllezërve Grimm, po vëllezërit Grimm,
Por këto pralla ishin më të errta si origjinali. Unë kur I mora t'i përkthej nga origjinali, them, okay, Azren, tani duhet t'i adaptojmë këto pralla që t'i bëjmë pak më të kapshme për publikun tonë. Por ato pralla me të gjitha rrjedhat e ngjarjeve dhe tekstin e atëhershëm dhe ato ngjarjet, si të them, jo të zakonshme, shumë të fuqishme, jo shumë të përshtatshme për fëmijët, I kanë vëllezërit Grimm, I kanë originalet e tyre. Parallorët, për allorët, tani merr një dimension tjetër. I merr të gjithë, themi jo të gjithë, por një pjesë të personazheve të prallave dhe në fakt I adapton në kohën e sotme nëpërmjet vetë formës së tyre të personazheve. Në fakt personazhet edhe vijat karakteriale I ndrojnë personazheve të parallorët. Nuk janë vetëm personazhet e njëjta. Ka shumë për të folur, do përmend diçka, do të cek diçka, po do shkojmë ngadalë. Unë dua të di se sa paralla ka në të gjithë. Janë vetëm 4 këtu. Janë vetëm 4. Po, 4. Është paralla e parë është Bukurosh edhe Bisha, por nuk e ka këtë titull, e ka pasqyra, titulli figuron pasqyra e pluhurosur e Bishës. Po ashtu unë dua të di edhe për titullin, përse vendos se që të jetë pikërisht parallorët, është një koncept I figurës letrare apo thjesht ka qenë diçka që është përshtatur më shumë me të gjithë storjet e pralla që ke shkruar? Parallorët në përkthim janë heronjt e fëmijëve. Pra të gjithë heronjt janë personazhet më të dashura parallore të fëmijëve. Parallorët janë pra personazh me elemente të fantazisë, elemente fantastike, pra elemente jo të zakonshme, superfuqi, mund ta quani si të doni, personazhe magjike me fuqi të ndryshme e kështu me radhë. Bota imagjinare një fëmiu, mirë po jo vetëm për fëmijët. Po, elementi fantastik. Dhe është shumë interesante, pasi që gjitha fatet e personazheve te parallorët janë të ndërruara, të gjitha kanë marrë kahje të ndryshme. Nuk është pra Bisha e njëjtë. Bisha te Bukurosha e Bisha apo e shohim si një bish me qime I madh si luan, ndërsa te parallorët është njeri, por e ka të mbuluar me një pelerin dorën, sepse dora e tij është një dorë bishe. Dhe ky element kam vendosur që mirë, do ta vë vetëm një element, nuk dua të duket Bisha e madhe dhe e frikshme, po ta bëj si njeri, si një djalosh kështu, po që fshe dorën. Kjo ka qasje regjisoriale, mund të bësh shumë punë me këtë. Pra mund lirisht ta nxjerrish në sken, ta nxjerrish në televizion dhe ke shumë hapësirë për të punuar me këtë gjë, pasi që një dorë e shëmtuar që mban ti brenda ka shumë simbolik. Mandej ne e dim që gjitha punët që bëjnë njerëzit, edhe të këqijat fatkeqësisht, edhe punët e mira I bëjnë me duar. Dhe nuk do të shkojmë më larg, po është një nga elementet interesante. Azren, pasi që po bisedojmë edhe për se si mund të realizohet në një skenë regjisoriale edhe të gjithë këto paralla, më thuaj, cili është plani? Mendon që mund të realizohet edhe në pjesë teatrale këto pjesë? Është në vazhdim se një plan I tillë? Po. Këto e kam pasur edhe në ndërmend ta bëj. Pra pikërisht është bërë, ky libër është bërë për fëmijët që të kenë mundësi ta luajnë në shkolla, në hapësirat shkollës, në teatr, pse jo edhe në televizion, mund bëhen edhe drama televizive, siç I kam punuar edhe unë botën e prallave. Personalisht dua të filloj që t'i bëj këto gjëra. Është e vërtetë se gjithmonë ne këtu përballemi me mungesë financash, me nuk e di çka, po do e përdorja dhe shfrytëzoja këtë moment, ju them edhe gjithë atje njerëzve që kanë fonde, lirisht mund vini tek unë, më kërkoni dhe të bëjmë gjëra shumë të bukura edhe për popullin ton, edhe për kombin, edhe për gjuhën shqipe. Mbi të gjitha për fëmijët. Për fëmijët, patjetër, po sepse është diçka shumë e nevojshme.
diçka që duhet në fakt që nga mosha më e vogël të zhytim pak në botën e artit, në botën e teatrit dhe ndoshta mund të dalin edhe shumë aktorë dhe shumë talente të reja që ndoshta asnjëherë nuk do të kishin marrur parasysh nëse nuk do të ishin këto të themi skena të vogla. Për allorët duhet të jetë një bashkëbisedim me fëmijërinë tënde, nëse nuk gabohem, apo mund të jetë edhe një bashkëbisedim me fëmijërinë e çdo personi që do ta ketë këtë libër në pranë vete. Është një rikthim ndaj vetës së dikurshme? Janë të dyja. Edhe fëmijët mund ta gjejnë veten me aktualitetet e tyre në këtë libër, edhe unë patjetër si autor që e kam shkruar këtë, ndoshta ka edhe momentet të pavetëdijshme, cilat ku një autor nuk është gjithmonë i vetëdijshëm se ndoshta në ndonjë situatë apo në ndonjë pjesë të veprës apo në ndonjë koncept rrjedh e kaluara e tij prej aty, ose ndonjë përjetim që ka pasur në të kaluarën. Ja për shembull, nuk e di, mund ta marrim ja, pasi e filluam me Bishën dhe Bukura dhe Bisha, ne dim që te Bisha, te kjo prallë, Bisha është i shëmtuar, pra edhe ky nuk don që del ose ta shohin njerëzit dhe ndihet i veçuar apo i dalluar nga të tjerat, domethënë në aspekt negativ. Dhe ne dim se sa kemi fëmijë sot që ndihen të dalluar apo ndryshe nga të tjerët, pavarësisht a janë për shkak të personalitetit të tyre, të karakterit, apo për shkak të gjendjes së tyre. Por kur e shikon fëmia veten si të shëmtuar, është e brendshme, nuk është se gjithmonë e shpreh. Dhe në libër te Bisha, pra Bisha është një karakter shumë interesant. E ka bubin me vete, nuk është vetëm, ai edhe pse ndihet vetëm, e ka gjithmonë një karakter bubi, është bubi qenush i vogël që i flet, i bën zhurmë, i bën. Ky merret me, domethënë Bisha me fatin e tij, ua çfarë fati kam, shiko se sa i shëmtuar jam, si mund ta kisha këtë fat. Ndërsa bubi vjen i thot, o mbretër i mbretërve, o sfiduesi, o përballuesi sfidave, nuk e di se çfarë. Shikon thot, bubi çfarë? Pusha, thot, mirë, m'fal. Nuk e lët vetëm, e di gjithmonë i flet. Dhe mund të thuash se është si një bubi, është si një zë i brendshëm i tij që gjithmonë ja tregon arsyen, nuk e lë vetëm, e kështu me radhë. Pra nuk është vetëm ai relacioni i dashurisë, pra kemi një vash të bukur dhe kemi një bish, pra cilët duan të dashurohen, por nuk mund të jenë. Pra luftën Bisha e ka me veten, nuk e ka luftën me të bukurën, ta shikon, të takohet me të, edhe pse dëshiron, edhe pse e bën këtë. Po në kryesisht e ka luftën me vete, pra brenda vetes, dhe nuk do shpalos më shumë se çfarë ka më andej, po mund ta lexojnë. Sa e bukur do të ishte bota Azren nëse të gjithë, edhe të më të rriturit, mirë po edhe fëmijët e kuptojnë që bukuria është shumë relative, pra nuk jemi të bukur për çdo kënd, nuk jemi të mirë të mjaftueshëm për çdo kënd, mirë po duhet të jemi të bukur për veten tonë. Pra duhet ta shohim atë dritën dhe bukurinë që ne e sjellim në botë, prandaj me të vërtetë ka shumë problematika të shumta tek fëmijët, të cilat ja, të themi me storje të tilla, me pralla të tilla, mund të shërojmë nga një plagë të vogël tek fëmijët, ndoshta edhe tek prindërit, ndoshta edhe... Po ti nxjerrim pak nga ajo sipërfaqësorja, pasi që sot shikojnë vetëm gjëra simpatike, gjëra të bukura dhe hajde t'jepemi gjithë aty. Kjo është ajo, ua, sa bukur. Janë gjëra të thjeshta, janë gjëra për syrin. Do të jemi sa më të përmbushur. Brendia është ajo që e sjell frytin e vërtet. Shumë e vërtet. Nëse për allorët, më fal, do të ishte një dhuratë për dikë, për cilin brez do të ishte shkruar më shumë për të rinjt, për të rriturit, për të moshuarit, apo për të gjithë ata që ruajnë fëmijërinë e tyre brenda vetës? Shumë pyetje e mirë. I përmenda të gjithë në fakt. Shumë pyetje e mirë, po do patjetër që është për të gjithë. Nuk e di do mund të veçoja dikë, të them më mirë është fëmijët ta lexojnë, apo më mirë është ta lexojnë të rriturit, apo të rinjt, pasi që si vepër më vete, si tërësi, ka shumë simbolik, ka koncepte shumë aktuale, të cilat pra reflektojnë nëpërmjet ngjarjeve të hershme,
Koha vetëm nuk ka ndryshuar. Koha është ajo, ndjenjat janë të njëjta, sfidat janë të njëjta, edhe patjetër edhe ndryshojnë edhe tematikat. Vetëm koha dhe rrethanat janë të njëjta, pra bëhet fjalë për një kohë themi me kështjella, nuk është kohë e teknologjisë e kështu me radhë. Njëkohësisht kur e përmenda dhe moshat, tani po vedisohem edhe unë pak a shumë, sepse në fakt moshat nuk janë as pak të rëndësishme. Është ajo fëmijëria që ne ruajmë në vete, sepse kemi edhe të themi shumë të moshuar, ndoshta 50 vite nuk janë të moshuar, të themi 7 vjetë më tej, të cilët e ruajnë fëmijërinë e tyre brenda, mirë po gjithmonë është, siç e përmendëm, ajo energjia dhe vullnetin ne që kemi për të ruajtur të bukurën dhe më fëmijërorën tek ne. Përveç kësaj, unë madje doja që t'jap fjalin kurajuese për të gjithë njerëzit atje që janë, për të gjithë shqiptarët, se është mirë që të kemi frekuentime ndërmjet me njëri tjetrin, të shikojmë çfarë veprash botohen, kush i boton, të gjejmë mënyra për t'i reklamuar apo edhe për t'i për t'i futur në programet ndryshme, kështu me radhë. Kjo është shumë e rëndësishme. Jemi në një pikë të një epoke ku nuk i vihet shumë rëndësi këtyre gjërave. Dhe besoj që kemi shumë nevojë për komunikim me njëri tjetrin, sidomos bota letrare, dhe reklamim më të mirë, pasi që gjithë puna bëhet sot nëpërmjet reklamës, se sa ti arrin, dhe jo vetëm ta reklamosh, po edhe ta shpërndash në thojza. Se besoj që një vepër e bukur duhet shpërndar për të ndikuar dhe për të lexuar. Më thuaj, Zëren, cilat janë planet në vazhdim? Folëm për teatro, folëm për shkollat, mirë po cili do t'jetë hapi i parë që do të ndërmarrësh, sepse libri është mjaft i freskët, nëse nuk gabohem vetëm 10 ditë apo një javë, nëse nuk gabohem, dhe tani është koha që të gjithë ne në fakt të inkurajohemi në fakt në këtë kauz tënde të përbashkët, sepse të gjithë ne kemi ndoshta në familje ndonjë fëmijë, të cilën mund ta inkuadrojmë në teatro, në shkolla e kështu me radhë. Mirë po cili është plani i parë që do doja të arrije menjëherë pas edhe promovimit të librit? Gjë e parë që do bëj është do e shpërndaj librin në shkolla. Çdo shkollë fillore në Shkup dhe në rreth të Shkupit do ketë më spaku nga 5 libra. Nga 5 libra besoj që janë mjaftueshëm. Edhe ata fëmijë që do duan ta kenë veprën si vepër, do mund ta gjejnë patjetër edhe në libraritë tona së shpejti, këtu në Shkup. Por nuk dua ta lë me kaq. Pasi që e kam bërë këtë gjë dhe vazhdoj t'i bëj këtë gjëra me qëllim që sa më shumë gjej mënyrë për t'i nxjerrë në publik, dhe sot publiku më shumë shikon atë televizionin, aspektin televiziv, më shumë shikon filmat animuar, filma vizatimore, kështu me radhë. Dhe nëse arri unë për allorët t'i nxjerrë në televizion, do t'ishte një sukses shumë i madh, gjë që nuk do e lë pa e bërë. Dhe njëkohësisht doja të bëja një audicion këtu me fëmijët, po me fëmijët të cilët ndihen të sigurt se mund t'i artikulojnë fjalët bukur mirë, dhe që janë të gatshëm për të bërë aktrim, pra për të kyçur në një projekt të tillë. Ti informojmë edhe prindërit për të themi rreth moshës, ke diçka të imagjinuar apo diçka në plan, cilat mosha mund të adaptohen më shumë? Besoj që ka fëmijë ndonjëherë, ka fëmijë edhe të klasës së 3-4 që janë shumë më të lexuar apo më të përparuar në këtë aspekt, por besoj që këtu ka hapësirë pra prej klasës së 3-4 deri në klasën në 8 apo 10, nuk e di.
Mosha klasa kemi perfekte në sot. fakt që të përshtaten edhe me të gjitha storjet. Azren, ne jemi në minutat e fundit, unë të faleminderit shumë që ishe së bashku me ne në ritmin e ditës për të ndarë dhe për të promovuar librin tënd më të ri, ku edhe storjet jam shumë e bindur që të gjitha ata që do të lexojnë, do të gjejnë veten, mirëpo mbi të gjitha do të jetë një dritare shumë e bukur për të gjithë fëmijët, të cilët duan të aktrojnë, duan storje të bukura dhe duan imagjinat më të gjerë se sa ajo që po na rrethon kohën e fundit, që është shumë e limituar, pra janë vetëm rrjetet sociale. Faleminderit shumë dhe patjetër. Po, vetëm doja të përmend që një gjë të vogël që nuk e thash në lidhje me veprën, gjitha dialogjet janë të shkruara pra si vjersha në formë pra në poezi, nuk janë prozë, dhe madje ka shumë rima në ta. Fëmijët do ta kenë shumë interesant për ta lexuar dhe do të arrijnë që të identifikohen dhe të njihen dhe ta kuptojnë, ta konsumojnë shumë më shpejt veprën, pikërisht pse është e shkruar në vargje, se ka skena shumë komike, ka skena pra edhe tragjike edhe komike, nuk e di, është një balans i mrekullueshëm. Besoj që kam arritur të marra të arrij atë qëllim. Edhe një gjë në fund, se e di që është koha e shkurtër, por kjo është gjë e fundit fare. Ky është vetëm një vëllim i parallorëve. Pra, në të ardhmen dua të botoj parallorët me figurat shqiptare. Do zgjerohen storjet apo do të jetë storje të reja në fakt? Atë nuk e di. Mund të jenë storje të reja me personazhet e njëjta, pra që kanë të bëjnë me kulturën tonë dhe traditën, pra gjitha ato figurat mitike që i kemi ne. Por mund të jenë edhe storjet e njëjta, nuk e di a do mund të jenë. Do zgjerohen, sepse po, ajo i bie si, po, do duhet ose të ndryshohet diçka, ose direkt të merret të shfaqet në televizion. Jemi krejt në fund, Azren, unë vetëm dua edhe një pyetje ta bëj. Ke filluar të shkruash këtë librin me personazhet shqiptare apo e ke në plan? Jo, atëherë presim që të në vazhdim të fillosh dhe të shkruash dhe sa më shpejt të kemi në studio edhe për librin. Po, jam në përgatitje të një projekti tjetër këtu në televizion. Me pa dyrim e presim dhe me siguri do të kemi sërish në studio. Faleminderit shumë që ndave mëngjesin sot bashkë me ne dhe jam shumë e bindur për të gjithë prindërit apo për të gjithë fëmijët dhe të gjithë ju që po na ndiqni. Mund të merrni të informoheni edhe nga Azreni për librin, po ashtu edhe për të adaptuar, siç e thamë, edhe në teatro, në shkolla, pse jo ti mësojmë fëmijët nga mosha më e re për të ndjekur talentet e tyre apo vetëm thjesht edhe një pasion i cili mund të sjellë shumë dobi në imagjinatën e tyre dhe në jetën e tyre. Faleminderit shumë që e keni ndjekur edhe ritmin e ditës sot, si çdo ditë punë nga hëna në të premte, nga ora 8 deri në orën 10, ne shoqërohemi së bashku. Shpresoj që edhe materialet sot që kemi përgatitur kanë qenë mjaft interesante, i keni shijuar shumë. Mirëpo temperaturat e larta vazhdojnë në vend, keni kujdes për të gjithë ju që jeni me sëmundje apo pak me vështirësi shëndetësore, të qëndroni brenda, mirëpo për të gjithë ju që jeni në pushim, ta shijoni pushimin dhe të kaloni momente sa më të bukura. Ne si gjithmonë takohemi edhe nesër të martën me mua në studio dhe unë ju përshëndes deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbëjtje.